shkonin 19. 19, po janë heq, të me 19 janë heq thelbi i... Po pikërisht pra, sepse është mbajtur në moment të fundit. Dhe në moment të fundit, dhe këty e latë të kuptoheshin edhe ata senatorët, edhe kongresmenët, sepse u mblodhën dhomat e përfaqësuesve në Shtëpinë e Bardhë, jo në Shtëpinë e Bardhë, ka një... Ti po thua që dhe për Amerikën ka rënë në plani me 28 pika? Po normal që ka rënë dhe për Amerikën plani me... Po jo vetëm për shkak të rublis, po për shkak të faktit që ai plan është... Shiko, ke dy vende, njëra kërkon kapitullim të vendit tjetër dhe tjetri nuk pranon kapitullimin. Ndërkohë, Endri, një minutë. Nuk e kërkon vetëm ai, po dhe Evropa nuk do një kapitullim të Ukrainës. Po mbase i shërben Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse Lavrovi përmendi frymën e takimit në Anchorage në Alaska, në atë që pretendohet si takimi që mund të riformatonte arkitekturën apo mund të rindërtonte arkitekturën e re të sigurisë në botë. Pra, sipas Lavrov, 28 pikat janë bërë natfrym. Kush është arkitektura e re e sigurisë? Unë jam i fortë dhe të pushtoj? Arkitektura e re e sigurisë është që Rusia nuk është më le të themi, një fuqi e vogël rajonale, por një fuqi, një superfuqi rajonale. Kur ka qenë njëre e vogël, Rusia? Po deri para se të pushtonte Ukrainën ishte e vogël. Po ishte e vogël se nuk kishte territor ke fjalën. Se s'kishte territor dhe s'kishte pikë fuqie. Atëherë, nëse ti thua që nuk kishte territor, atëherë gjithë kjo çështje bëhet për territorin. Dhe nëse ti ke një strukturë të sigurie, territori ka simbolikën e gjës, tani jo nuk është simbolik, sepse është territori i madh. Është territori marrë me dhunë dhe nuk mund të thuash strukturë e re sigurie kur unë të pushtoj me dhunë sepse jam më i fortë se ti. Arkitekturë e re sigurie. Po nuk është arkitekturë sigurie, është arkitekturë pas sigurie. Po pra, a kemi një dakordsi është pyetja me Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë që Rusia tashmë të riintegrohet në rendin e ri ku SBA-ja është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo pikë. Të shkëputet nga Kina. Nuk është arkitekturë e re sigurie momentin kur një shtet më i fortë sulmon një shtet më dobët dhe i merr territor me luftë. Kjo nuk është arkitekturë sigurie, kjo është arkitekturë pas sigurie. Çdo shtet tani legjitimohet që sulmojë. Nëse Kosova do ishte vetëm dhe nuk do kishte Shqipërinë apo vendet e tjera që do ndihmonin, Serbia mund të sulmonte Kosovën. Greqia mund të sulmonte Shqipërinë, Bullgaria mund të sulmonte Rumaninë, Turqia sulmonte dhe kjo është strukturë pas sigurie. Nuk është strukturë sigurie. Si e vlerëson deklaratën e Trump që shpesh herë sjell në vëmendjen e opinionit publik që këtë luftë nuk e nisa unë, po e nisi Sleepy Joe. Pra, nuk thot e nisi Putini, po e nisi Sleepy Joe. Pra, akuzon presidentin Biden për këtë luftë, jo Putinin. Pra, a ka këtu dhe J.D. Vance mund të jetë përfaqësues i asaj fryme. Po a ka këtu një tradhti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me ata që kanë qenë afër Putinit dhe janë ratisur në perëndim, e kanë thënë që plani për Ukrainën ka qenë 2002. I ke deklaratë publike, mund të kërkosh, kontrollojnë vetë në internet ata që kanë interes ta shikojnë. Jam dakord. Plani për Ukrainën ka qenë në 2002. Për mua, në 2002, jo mos futet. Futesh në detaje tani, a më bëre pyetje? Planin që Rusia kthehen superfuqi rajonale. A më bëre pyetje? Po mirë, po nuk është plan. Luftën ti the e nisi Sleepy Joe. Atëherë, sipas, po. Atëherë të japun përgjigjen. Po. Plani i Rusisë për pushtimin e Ukrainës ka qenë 2002. Dhe këtë e kanë thënë zyrtarë rusë që kanë qenë pranë po kjo nuk e hedh poshtë atë që them unë. Po prit më të mbaroj. Po dakord. Po më le ta mbaroj ta sqaroj. Po. Pra, plani ka qenë në 2002. Dhe ka qenë në fillim të mandatit të parë të Bushit si plan. Dhe këto plane i ka pasditur dhe administrata amerikane. Dhe nuk ka qenë e rastit që administrata amerikane ka dashur që të fusi Ukrainën dhe Gjeorgjinë në NATO në 2008. Dhe ka qenë vetoja e Merkelit, që praktikisht është sjellë si agjente ruse, e cila nuk lejoi futjen e këtyre vendeve në NATO. Dhe ky ishte green light, drita jeshile për Rusin që në 2008 të futej në Gjeorgji. Dhe u fut në Gjeorgji, mori Abkhazin.
nëse mbani mend, ka pas ndërhyrje ushtarake direkte në një vend sovran dhe nuk pati kundërpërgjigje. Dhe duke qenë se nuk pati kundërpërgjigje në perëndimi, në atë kohë ka qenë Bushi, hapi tjetër ishte futja në Ukrainë në 2014. Jo futje totale, futje pjesore, çik në Krimen, çik në Donbas, çik në Donetsk, gjasme me pakica ruse që bëjnë kryengritje, dhe prap nuk pati një përgjigje as nga Obama, që ka qenë atë kohë president 2014, dhe as nga Merkel. Nuk pati, bile Merkel vazhdoi Nord Stream 2-shin. Domethënë, në kulmin e gjithë agresioni rus ndaj fqinjve, bëri Nord Stream 2-shin. Dhe kjo mos përgjigje i dha të kuptoj Putinit që mund të vazhdonte më tutje. Pra, nuk është se e nisi luftën Biden. Ky është një strategji e Rusisë prej 20 sa vitesh, prej çerek shekulli. Ka qenë plani për këtë punë. Sepse këtu kanë avantazh ata që janë vendet diktatoriale me vendet demokratike. Ti çdo 4 vjet ke një qeveri të re dhe ndryshon, mbas ndryshon dhe politikën e jashtme. Kurse kur je një diktator, ajo politika jote e jashtme qëndron për sa kohë që ti jesh në pushtet. Dhe rusët kanë 20 ca vite, çerek shekulli që janë me këtë ide. Dhe ka qenë mos reagimi perëndimit që i ka sjellë gjërat në këtë pikë. Nuk është se filloi luftën Biden, luftën e filloi Putini. Kemi të bëjmë me një aleancë Trump-Putin, po thua, për një reintegrim të Rusisë në, le të themi, në një arkitekturë tashmë të re të botës. Arkitektura e re e botës është do jetë pastaj si Tirana, qytet që është të undërtu akoma, sepse fut njëri këtu, fut njëri atje, pra pushton njëri këtu, pushton njëri atje, nuk ka më arkitekturë, pastaj ka një rrëmuj urbane. Klet, si e shikon Lavrovi, por dhe Putini dje, Lavrovi para disa ditësh, por dhe Putini dje foli për risollin në vëmendje takimin në Anchorage në Alaska. Jo, fakti që SBA insistojnë, them unë. Endri, fakti SBA insistojnë të risjellin në tavolinë të njëjtin propozim të rusëve. A kemi të bëjmë me një dakordsi, një aleancë për të reintegruar Rusinë? Nga Shtetet e Bashkuara, po them. Është shumë e thjeshtë për të reintegruar Rusia në Jo, si superfuqi rajonale, po them unë. Rajonale, superfuqi. S'ke nevojë ti të afirmosh, të njohin të tjerë statusin ndërkohë që ti ke, sepse antar i Këshillit të Sigurimit, permanent i Këshillit të Sigurimit je. Je bartës i bomba bërthamore, fuqia e dyta do të jetë mbas Shtetet Bashkuara të Amerikës si kapacitet bërthamor. Janë aty në fakt. Në fakt aty 19.000 testata. Jo, rreth 5.000 kanë ngelur. Do të thonë diku është megjithatë. Ajo është statusi ti ke. Kapacitet për të bërë politikën e jashtme ke bërë në Afrikë, ke qenë në Siri, etj. Aventurat nuk kanë mungu për të afirmuar statusin tënd si vend, si fuqi. Ajo që ndofta Lavrov pretendon është që të gjitha problemet ndërkombëtare të zgjidhen në një marrëveshje me Rusinë. Këtë ndofta mund pretendoj Lavrovi. Po kjo pra është arkitektura. Sa i përket arkitekturës, çështja e arkitekturës shtrohet. Të dy SBA Rusi. Unë nuk besoj që mbas luftës së veton ka një arkitekturë botërore. Një sekondë ta mbaroj. Mbas luftës së dytë botërore, e vetme arkitekturë që ka qenë ndërkombëtare kanë qenë Kombet e Sigurisë, kanë qenë Kombet e Bashkuara dhe NATO-ja. Bashkë me Traktatin e Varshavës, por Kombet e Bashkuara kanë qenë. Sepse NATO ka qenë arkitektura e sigurisë për vendet e NATO-s, Traktatit e Varshavës për vendet e Traktatit të Varshavës. Pjesa tjetër pastaj është çështje tjetër. Dalja nga ky lloj rendi e çon botën në ato që thotë se nuk i dha Endri për kufizim, por çon anarki. Në logjikën tipike të gjendjes anarkisë ndërkombëtare ku çdo shtet musliman një shtet tjetër dhe forca është ajo që predominon. Pastaj mbas çdo force do mund të ketë një traktat paqe i cili mund ndiqet nga një luftë etj. Nga traktat paqe kështu me radhë. Dy luftrat e fundit botërore kanë insistuar për arkitektura sigurie. Lidhja kombeve mbas luftës së parë, Kombet e Bashkuara mbas luftës së dytë. Ajo që Lavrovi tenton të bëjë dhe këtu pastaj ti po mund të pretendosh që po i njihet roli i një fuqie botërore, superfuqie, siç ka qenë kondominiumi SBA në Bashkinë Sovjetike gjatë luftës së ftohtë, apo ja njohin Shtetet e Bashkuara këtë lloj statusi. Për momentin, situata ndërkombëtare është e tillë që
pak a shumë ti mund të imagjinosh që jemi në një botë multipolare. Ku ka një ose dy. Po s'është pak kjo. Po prit një sekond, lutem. Tash ti Lavrovi po thot ose mund të pretendoj që në fakt ne mund të dalim nga rendi multipolar faktik dhe të rikthejmë prap një lloj bilateralizmi. Po SBA Rusi për të zgjidhur çështjet ndërkombëtare duke lënë drejt komunjan. Kjo mund të jetë aspirata fundore e Rusisë. Aspirata fundore e Rusisë nuk bëhet me wishful thinking, me dëshira të mëdha, bëhet në terren. Nuk ka terren, një vend sot vetëm 2 vende dhe vetëm një në fakt ka një kapacitet projektimi fuqie në mbar botën, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që ndiqen nga Kina. Dhe kur them për projektim, fuqie nuk është thjesht fuqi ekonomike. Po sot Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të cilin në harkun 24 orëve, nuk e di, ndofta një divizion ndoshta jo, po 1-2 brigada mund të t'i zbarkojnë në Shqipëri ose në cilin do pikë të globit. Të njëjtën gjë gati mund ta bëjë dhe Kina. Rusia as nuk e ka, as nuk ka për ta pasur këtë lloj gjëje. Ajo që thot Lavrovi është diçka tjetër, pra Lavrovi po kërkon që thjesht për pozitën që ka Trumpi sot dhe për një farë miqësie ose respekti që mund të ketë Putini me Trumpin, Rusia të përfitojë këtë lloj statusi. Rusia të kthehet në Britaninë e botës. Në Britaninë që të përfitojë nga projektimi i forcës së Shteteve po pra në këtë sens. Gjallë në botë se ndodh dhe nuk ka për të ndodhur. Ndodhi me Britaninë e Madhe dhe ndodh për arsye të natyrës historike, edhe për arsye të një lloj shantazhi të caktuar politik edhe shoqëror që Britania ka ushtruar. Rusia sot përfaqëson. Po Britania e Madhe ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë projektimi i Britanisë Madhe ose një lloj tjetër organizimi. Britania e Madhe për Shtetet Bashkuara gjatë luftës parë botërore dhe gjatë luftës dytë ishte një fuqi me të cilën partnere, humbja të cilës do të kthente në skenë një fuqi tjetër me të cilën nuk do të kishin të njëjtin raport. Kolonializmi britanik ka qenë benign ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kolonializmi gjerman, nëse do kishte, që do të zëvendësonte atë Britania e Madhe nuk do të ishte benign. Pra, Britania e Madhe ka pas fair play ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke njoftë që mas luftës parë botërore supermacinë ekonomike dhe natyrisht atë politike. Po dhe Rusia po jep sinjale që po e pranon planin. S'mundet 2 vende që kanë qenë konkurrent me njëri tjetrin për të paktën 50-60 vjet të fillojnë edhe që vazhdojnë. Endri, ndërkohë ishte një lajm shumë i rëndësishëm, një dokument që ka rrjedhur nga mediat në Gjermani, që NATO mund të zhvendosë rreth 800.000 trupa në lindje në rast të një lufte me Rusinë. E ke ndjekur si lajm? Duke qenë se ke dhe ekspertizën ushtarake për çfarë bëhet fjalë dhe me që e nise në fillim në një përballje të tillë nëse ndodh aktualisht mund të analizojmë tani se kush mund ta sfidojë tjetrën? Tani në rastin e planit ose të paktën për sa i përket këtyre trupave, kishte një problematikë të madhe, domethënë pasi u diskutua se mund të ketë një përplasje me Rusinë. 1200 faqe dokument i quajtur Plani Operacional i Gjermanisë. Po, është plani operacional i Gjermanisë. 800.000 trupa nga Gjermania, nga SBA-ja dhe nga vendet e NATO-s në lindje. Ka një, këto plane ekzistojnë gjithmonë, pra planet, skenarët ushtarak. Edhe ne kemi plasur plan për luftë ndaj Jugosllavisë në kohën e Enverit, Jugosllavia ka pasur plane ndaj nesh, ne kemi pasur një plan për kundrejt Greqisë, Greqia ka pasur një plan kundrejt nesh, domethënë këto janë plane skenar që ndërtohen nga ushtarakët. Që në momentin që ndodh një krizë politike apo një vendim politik, ushtarakët të kenë mundësi të zbatojnë. Pra mos jenë të parapërgatitur dhe të thonë ne nuk dimë çfarë të bëjmë. Pra planet ndërtohen. Ajo që po bëhet në këtë rast është ndërtimi një plani tjetër i bazuar mbi planet e mëparshme, por duke futur në po themi në ekuacion ato që janë faktorë të rinj. Ajo që u vure nga inspektimi që bën, domethënë zyrtar të NATO-s, u vure që një nga problematikat më të mëdha ishte fakti i transportit të këtyre trupave në
nga perëndimi në lindje. Pra, të niseshin trupat nga Në Franca, lindje jemi të cila zonë Endri? Tek Baltiku është zona e është. parë, domethënë, dhe që është më e rrezikuara, por njëkohësisht ti shikon edhe Poloninë, e cila është në kufi me Bielorusinë, që mund vijë një inkursion edhe në atë drejtim. Dhe përgjithsisht u vure që duheshin nga 3 javë deri 1 muaj e gjysmë Për të zhvendosur. Për të zhvendosur. Dhe filluan të merreshin masa. Sot në Gjermani ka dalë, jo sot, ka këto ditë ka dalë në Gjermani plan masash për të rregulluar që ky transporti më njëherë i trupave të kryhet brenda 3 ditësh. Pra, nëse ndodh një përplasje, të kryhet brenda 3 ditësh. Dhe arsyeja është se janë 2 skenar në të cilën Rusia mund sulmojë. Skenari i parë është skenari i po themi i asaj që ndodhi në 2014 me Ukrainën. Pra, pakicat ruse në Baltik bëjnë një kryengritje, kuptohet aty do infiltrohen në fillim agent rus, siç ndodhi në Ukrainë, trupa speciale ruse, të cilat bëjnë atë kryengritjen në emër të, po themi, shkeljes së lirive dhe të drejtave për atë. Dhe kjo i jep fillon procesi denazifikimit. Dhe fillon një proces në të cilin Rusia mund të futet, duke thënë dua të mbroj, pra krijon krizën dhe dua të mbroj duke çuar paqëruesit e mi aty, etj. Pra, por njëkohësisht nuk e ekspozon drejt për drejt Rusinë. Pra, del më tepër si çështje të drejtave të njerëzit, në të cilën si skenar përdoret pakicat ruse. Ky është skenari i parë. Skenari i dytë është Rusia sulmon masivisht. Me idenë e një blitzkrigu, të kapë çfarë të kapi në fillim, të avancoj sa të ketë mundësi në fillim, duke përqendruar trupa në kufi, me idenë që Evropa nuk do ketë koordinimin politik për të përgjigjur dhe vullnetin politik edhe të popullsisë në Evropë. Pra, edhe këto janë vendet NATO, sot duhet ta themi. Po, patjetër janë vendet NATO-s. Por është si puna e garancive që ti i dhe Ukrainës, domethënë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe i dhan garanci Ukrainës kur dorëzoi armët bërthamore që ne do të ndihmojmë dhe ja ku jemi tani në Ukrainë. Pra, fundit ai artikulli i NATO-s, sidomos artikulli 5, tashmë po kthehet, sidomos me Trumpin, po kthehet në një copë letër, domethënë e cila nuk ja vlen as të shikohet. Dhe për mënyrën se si Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë qartë që nuk duan të përfshihen më në Evropë. Po këtë po them. Dhe a kemi të bëjmë me një dakordsi? Dhe fakti është që do të thoya, pra, skenari i dytë është një sulm masiv, të kapi që të kapi, me idenë e një mos përgjigje nga ana perëndimit, sepse do ketë popullsi të cilat pastaj do thonë ç'na duhet lufta me Rusinë, fundit Balltiku ka qenë gjithmonë pjesë e Rusisë, siç po bëhet diskutimi tani për Ukrainën. Ka qenë dikur pjesë e Rusisë, normalisht të qëndroi Ukraina në këto terma. Pra futesh në këto terma dhe normalisht ky skenari i dytë. Mori Krimen. Ky skenari i dytë është një skenar në të cilin ti gjendesh përballë faktit kryer. Dhe ky skenar i dytë është marrë parasysh edhe për faktin që tashmë po insistohet që të ndryshojë rrjeti, infrastruktura e kalimit të trupave nga perëndimi në lindje. Pra që nëse ndodh ky skenar i dytë, perëndimi të përgjigjet brenda 3 ditësh, mos përgjigjet për 1 muaj e gjysmë, siç është me kushtet aktuale. Pra, kjo nuk kupton, ata janë duke folur me kompanitë e transportit, kompanitë logjistike, këto të tjera kanë nisur plan masash, pra që do të thotë, në qoftë se ndodh një agresion, do të thotë, kompanitë e transportit do kalojnë në funksion të ushtrisë. Kamionët që tani transportojnë mallra do kalojnë në funksion të ushtrisë dhe do të çojnë trupa. Nuk do lejohet asnjë transport, po themi, nuk do lejohet asnjë transport i atyre që janë për qëllime civile, do jetë vetëm për qëllime ushtarake, do rishikohen urat, sepse tanket janë me peshë të rëndë, janë 45-50-60 ton një tank, domethënë, do rishikohen urat, do rishikohen pikat e kalimeve, do rishikohen çdo gjë në kuadër të gjithë këtij plani logjistik për zhvendosjen e trupave, sepse e ka frikë këtë gjë Evropa. Që mund të ndodhë. Dhe kjo është arsyeja e këtij plani. Nëse mund të them diçka për sa i përket Rusisë. Po. Për rolin që ka Rusia. Rusia e ka humbur revolucionin industrial. Pra, kur ndodhi revolucioni industrial në Evropë,
Rusia në Rusin pothuajse nuk e preku fare. Deri 1860 ka qenë bujk robëri Rusia.